Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 17 deri më datën 23 mars të 2025. Kemi një javë me vështirësitë e veta, por njëkohësisht edhe me disa probleme që ndikohen shumë në fusha të ndryshme, siç është ajo ekonomike, e financave dhe jo vetëm. Kërkohet vëmendje, nëse jemi të kujdesshëm dhe për çfarë bëjmë dhe për çfarë jemi të interesuar, asgjë nuk ndodh përkundrazi. Por kërkohet vëmendje në çështjet ligjore, kërkohet vëmendje në ndikimet që kanë të bëjnë për sa përket kësaj jave, por këto janë kalimtare, do thosha një diçka problematike. Por le të hedhim një sy kësaj jave çfarë ndodh, çfarë ndikon dhe ku duhet bëjmë kujdes. Kemi ndikimin nga në datën 20 mars. Kemi këndën që bën dielli me Neptunin tek Peshqit, që ndodh në fakt është hera e fundit që dy trupa qiellor takohet tek Peshqit, duke filluar që nga viti i arshëm, ky takim do të zhvillohet çdo vit në shenjën e dashit. Ky kënd është veçanërisht krijues, favorizon punë të reja, favorizojnë ndryshimet. Në lidhje me dashurinë, problematika që mund të keni pasur mund të rregullohen. Dhe jo vetëm kaq, por dhe mundësi në çështjet ekonomiko-financiare. Është gjithashtu një ndikim që nëse nuk kemi të kujdesshëm ose nuk dim me kë flasim, me kë bisedojmë, atëherë kërkohet kujdes dhe vëmendje. Kjo nuk është dita e duhur për vendime të rëndësishme në çështje praktike, për sa përket datës 20. Dhe ndikohen shumë të ridiqit të parë dhe të dytë, siç janë binjakët, Virgjeresha, Shigjetari, Peshqit të ridiqit të tretë, ose ata që kanë planete në këto shenja. Po të në njëjtën ditë kemi ekuinoksin pranveror, fillimi i vitit të ri astrologjik. Edhe pse ne kemi hyrë zyrtarisht në pranver që nga 1 marsi, por me datën 20 mars është dita e ekuinoksit pranveror, në thelb hym në pranver, siç shënohet nga hyrja e diellit në dash. Dashi na frymëzon të jemi të guximshëm dhe vendimtar në jetën tonë. Në fillim të vitit të ri astrologjik shohim dhe ndikimet, dhe jo vetëm kaq, por marrim përgjegjësitë tona, si lindin nga ndryshimet dhe ndikimet. Po të vini re, hëna bën një cikël prej që të vi prap tek dashi do 12 vite, sepse çdo muaj, çdo 30 ditë kalon nga shenja në shenjë. Kemi datën 21 mars, formohet një gjashtkëndësh me Afroditën e retrograd nga dashi me Plutonin në ujor. Ky kënd tregon intensitetin dhe emocionet tona, kryesisht në planin romantik. Kjo do të thotë, do të pasur kujdes sepse lidhjet e shkurtra ne dalin gjata dhe problematike. Prandaj keni kujdes në lidhjet tuaja dhe nga xhelozia në persone të tretë, vini veshën bëni kujdes, dashurinë, zemrën tuaj mbajini juve. Mos u ekspozoni mirësitë e juaja, sepse nuk është në të mirën tuaj. Kjo ndikohet shumë në lidhje me punën aktuale, kurse në ekonomi dhe në stabilizimet ekonomike favorizohen shumë binjakët, peshorja, ujori, ata që kanë lindur në fillim të shenjës, pra në ridiqin e parë, ose ata që kanë planete në këto shenja. Kemi datën 23. Data 23 mars, dielli formon një kënd me Afroditën në retrograd në dash, e cila do të ishte një aspekt i shkëlqyer nëse Afrodita nuk do të ishte në retrograd. Kjo megjithatë heq një pjesë të shkëlqimit dhe favorit të saj. Megjithatë, është një ditë ku mund të ndjehemi intensivisht, emocionalisht, që kemi mundësi apo gjëra të tjera që t'i bëjnë pak më vështirësi, por ja arrim qëllimin. Kjo do të thotë që jo vetëm kaq, por mund të marrim një lajm shumë të mirë nga një dokument, nga dokumenta të rëndësishme, qoftë edhe të papritur që do të ketë një zhvillim pozitiv në çështjet financiare. Ky kënd veçanërisht është i dobishëm për dashin, Luanin dhe shigjetarët e ditëlindjes që kanë lidhur në fillim të shenjës së tyre, ose ata që kanë ascendente në këto planete. Gjithashtu, në të njëjtën ditë kemi diellin tek dashi që formon një gjashtkëndësh me Plutonin tek ujori. Një kënd që tregon
se ne mund të kemi më shumë kontroll mbi jetën tonë. Ne jemi më efektiv në qëllimet tona nëse tregojmë për kushtim dhe këmbgulje. Ndikojnë pozitivisht shenjat dashi, luani, shiketari, binjakët, peshorja, ujori, të 10 diqit të parë dhe të 10 diqit të tretë. Ndikime, favorizime dhe jo vetëm. Kjo do të thotë që mundohuni që të zgjidhni diçka dhe të arrini aty ku juve ëndërroni, sepse asgjë nuk është e vështirë nëse dim ku do të shkojmë dhe çfarë duhet të bëjmë.